Pas bërjes mediatike të lajmit, firma Gjoka Konstruksion ka nisur punën për riparimin e skarpatës në afërsitë të tunelit të Murizit në anën e Tiranës. Çarja e betonit që ishte hedhur mbi rrugë ishte kthyer në një rrezik të madh për të gjithë drejtuesit automjeteve, për shkak se rrezikonte të binte në asfalt në çdo moment. Ndërkohë, kompania në fjalë ka nisur ndërhyrjen të premten dhe pritet që ta bëjë nga fillimi gjithë skarpatën e rrugës rreth 2 kilometra larg tunelit të Murizit në fshatin Maris të Tiranës. Mjetet e kompanisë janë në terren dhe vetëm pasi ka nisur ndërhyrja është vendosur sinjalistika informuese për drejtuesit e mjeteve që tregon se në këtë zonë po punohet. Ekspertë të ndërtimit të rrugëve thanë se ndëmtimi ka ardhur si pasojë e fryrjes së tokës me ujë për shkak të rresheve të vazhdueshme të shirave, por edhe mundësisë së vogël për të qarkulluar ujë për shkak se kompania e ndërtimit kishte vendosur shumë pak tuba kulluese. Një tjetër detaj sipas ekspertëve është edhe mos përdorimi i hekurit në betonizimin e skarpatës, çka e ka bërë atë jo rezistent ndaj kushteve të tilla atmosferike, si ato të muajve të fundit të vitit të kaluar dhe muajt e parë të këtij viti.